Kalaja e Borshit, një nga vendet historike më të bukura në Shqipëri, ka rezistuar provave të kohës dhe natyrës, u bërë një monument i perandorisë bizantine sipas Travel and Tour World. Fondi shqiptar i zhvillimit, Ministria e Turizmit dhe Bashkia Lokale do të punojnë së bashku për të përmirësuar infrastrukturën për vizitorët. Qëllimi i renovimit është të përmirësohen vlerat kulturore duke ruajtur të paprekur thelbin historik. Kalaja e Borshit është një nga vendet më ikonike me vlera të pasura kulturore. Fatkeqësisht, shumë struktura nga epoka bizantine janë lënë pasdore dhe janë dëmtuar për shkak të mungesës së kujdesit, duke i bërë projektet e restaurimit të rëndësishme. Restaurimi synon të mbrojë dhe stabilizojë strukturat e kalas, duke përfshirë murat e fortesës, ullat dhe xhamin historike të vendosur brenda territorit të kalas. Xhamia, një nga vendet historike, do të restaurohet si pjesë e projektit dhe do t'i kushtohet kujdes të veçantë të ruajtjes së vlerave të saj historike dhe arkitekturore. Projekti synon të mbrojë më gjerë të trashëgimisë kulturore, si dhe promovimin e Shqipërisë si një qendër turizmi kulturor. Projekti do të shtojë element të rinj digjital që synojnë të përmirësojnë përvojën e përdoruesit së bashku me restaurimin e strukturave fizike të kalas. Ndërtimi i shtigjeve të reja do të lejohet vizitorëve të kenë akses më të mirë në territor kalas. Përgjatë shtigjeve do të instalohen materiale interpretuese të kontekstit historik dhe rëndësinë e këtij monumenti. Një pjesë veçanërisht interesante e projektit është ndërtimi një platforme nga e cila vizitorët do të jenë në gjendje të shohin dhe shijojnë peizazhin mahnitës të rivierës shqiptare dhe detit jon aty pranë, së bashku me tokat për rreth kalas. Kjo do të mundësojë turistëve të vlerësojnë peizazhin e rajonit së bashku me informacionin rreth historisë së kalas. Banka Botërore, si financuesja kryesore e restaurimit të kalas së Borshit, ka mbështetur gjithmonë projektet për të ruajtur trashëgimin e vendit në partneritet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Bashkia Himarës dhe Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në vend tregojnë angazhimin e qeverisë për të zgjeruar përdorimin e tipareve kulturore të vendit për turizëm dhe për të ruajtur vendet për vizitorët të huaj, ashtu dhe për vendasit. Kjo do të rezultojë në rritjen e turizmit të rajonit të Himarës, duke rritur interesimin për vizita historike, kulturore dhe të përgjithshme drejt pasurisë së historive që Shqipëria ka për të ofruar. Kalaja e Borshit ndodhet në rajonin e Himarës në Shqipëri, i cili është i njohur për plazhin e tij të bukur, qytetet e vjetra dhe kulturën e veçantë. Përveç kalas së Borshit, e cila është një atraksion i madh, rajoni ka disa nga plazhet më të mira në Shqipëri që turistët mund të vizitojnë, të tilla si Borshi, Jala dhe Livadhi. Kalaja bizantine e Himarës, kisha e Shën Nikolës që ndodhet në Livadh, i shtohet turizmit kulturor dhe historik në rajonin e Himarës. Shqipëria po bëhet gjithnjë më e njohur si një destinacion udhëtimi për turistët që kërkojnë të eksplorojnë perla të fshehura dhe vendet më të mëdha të njohura në Europë. Qeveria shqiptare po i fokuson përpjekjet e saj në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në një rajon me trashëgimi kulturore si Kalaja e Borshit. Restaurimi i kalas së Borshit synon brenda një strategjie më të gjerë të ndërtojë infrastrukturën për një turizëm të qëndrueshëm në rajon, për të siguruar që zhvillimi i turizmit nuk do të ndikojë negativisht në mjedisin dhe kulturën lokale. Shqipëria planifikon të promovojë në mënyrë aktive veten si një destinacion turistik i përgjithshëm për ato që duan të përjetojnë kulturën e vërtetë dhe bukurinë natyrore të paprekur të vendit.